tash shka naftarë që së gjëbit, për cilësi, prej shoj periudhe 15 vjeçare. Po me të tonë kemë një përshëndetje, nuk ja kemë ba, u shpajtua dhe që e ka keq. Qëllimshëm, po. Nuk është ba qëllimshëm, se shku me shantazhu, se që ke ba me është dalë keq, ardhe ka pi kave, e kemë fund laborator që do me e gjushime, vërtetu është keq, edhe me kaq ka përfundu. Ka morë gjobën, ka ecë. Po këtu është problemi, ministria nuk është ka dënë, nuk ka logjik. Tash shama është këthy kontroli doganës, kontrolin hyre e kanë këthy të dogana, në regull është. Piruj qytetarët, çka piruj qytetarët? Ku është matematika, nëse nxjerrë, se ti u dosh me ble pajisje, u dosh ki stafin 4, është problem. Me menagju, ne kem menagjua me 2 ndrime, kem arrit në kohë me nejtë klientit afër, s'kem pas një pretendim, s'kem pas një telashë, s'kem pas një... Tash sistemin e kriju me këthy në shtetë është sistem, s'podi nuk ka kërkun në botë, se na ligjet kur janë përpilu në fillim, janë marrë për bazë direktivat edhe praktikat evropiane. Ku do në botë? Kompatibile, po. Është një palë e treta, mes te, operatorit edhe shtetit është një palë e tretë që vendosë. Çfarë problemi i shkaktua qeverisë kurti që ta hoqi ty edhe operatori tjetër? Po nëse të kujtot ka qenë edhe mediatike, pse? Ku janë importu ujë, se duhet hecet kontrolin mbi cilësinë e naftës. Redvan, ka qenë edhe publike në mjetë, në për portale mjetët informimit, në besanarët e ka, kur është importu ujë vend naftës për Shqipërisë. Janë gjanë maunat, janë majtë, javdet, janë shu. Nuk ka shku kërkush në përgjësi për atë rast. As prej doganës, as për ministrisë. Skandali llojit. Vazhdon me importu, vazhdon me shit, kjo është skandal. Edhe për ata është kriju sistemi i mbyllë, se tash ti nëse ke importu naftë, ke importu ujë, që ka pas raste qytetarë që janë anku në përpika karburantit, ku i kanë prish makinat. Nëse ti shkon i merë, rianalizon në përpika karburantit, mostrat i del. Si laborator ti e thu të vërtetën, shteti edhe mund ta mshef për në interes që mund të kenë zyrtarët aty. Patër pse i. Sakt. Pse atë le të kalon këta zyrtarë, që janë për mi ofru qytetarëve siguri, le të kalojnë në pronësi të shoqatës naftarëve ose naftarët, i paguajnë naftarë.